Përshëndetje shikues të dashur dhe mirë se po takohemi në episodin e radhës të podcastit Rrugtimi. Ka histori që të tronditin për atë që ka ndodhur, por ka edhe histori që frymëzojnë për mënyrën se si njeri zgjedh ta vazhdojë jetën. Sot në Rrugtimi kam kënaqësinë ta kem mysafire Johona Krasniqi Morina. Emri i saj është bërë i njohur pas dëshmive për trajtimin që ka përjetuar në qendrën korrektuese në Lipjan. Për këtë epizod nuk do të flasim vetëm për dhimbjen e saj, por edhe për guximin për të folur dhe për të shprehur atë që ajo e konsideron si forcë të saj. Johona, mirë se erdhe dhe faleminderit shumë për kohën. Mirë se u gjeta, faleminderit për hapësirën. E përmenda që në opinionin publik ndoshta je e njohur për dhimbjet që ke përjetuar gjatë kohës sa ke qenë e burgosur në qendrën korrektuese në Lipjan. Pas kaq shumë vitësh sfida, tashmë e dim që sfundmi ka filluar edhe procesi gjyqësor. A mundesh me na shpjegoj ndoshta në pika të shkurta si e ndje atë ditë kur ke qenë në seancë gjyqësore dhe ke pas përballë personin që ti ka shkaktuar ato dhimbje? Nëse mund të them tash, në fatkeqësi ishte ajo që nuk isha e vetme, po ishim mbi 20 femra të cilat në një formë ose tjetër i kanë përjetuar ato vujtje në burgun e Lipjanit. Përvoja ishte, si të them, si për dytën herë të ballafaqoheshe në qelinë e burgut. Mirë po në anën tjetër ishte një lloj lehtësie sepse ishte ndryshim rolesh. Tash ne ishim sado të dëmtuara, ishim ato që do të dëshmonim për vuajtjet që ne kanë shkaktuar gardianet serbe, që nuk është e vetmja ajo që është arrestu, ka dhe disa tjera të cilat janë përfshirë në këtë akuzën e prokurorisë. Mirë po, sa herë ballafaqohemi është një lloj ripërtrirje e dhimbjeve, vujtjeve të cilat të kthehet në retrospektiv, në flash me njëherë gjitha ato që kanë ndodhur në burgun e Lipjanit. Gjithmonë mundohem që në atë torturë të brendshme në qintat e sekondës të emocioneve me gjetë më të mirën të mundshme, me te i kalu edhe mos me ra prej e vujtjeve të asaj kohe dhe mu zhgëny edhe me heq dorë nga ajo për cilën ne atëherë ishim vajza të reja, 22 vjeçare. Sot jemi bërë nëna, na u kanë bërë fëmijë në moshën të cilën ne kemi pas atëherë dhe kështu që mundohem edhe kam natyrën në jetë, në përditshmëri të tillë që çfarëdo e keqe që të ndodh mundohem ta gjej më të mirën të mundshme, duke u nis në ato shprehjet që të parë tanë sado që ndoshta të pashkolluar i kanë gjetë që pas çdo moti të keq vije moti mirë, pas çdo vujtje vije një diçka e shpresës, kështu që dhimbje, por gjithsesi një lloj lehtësie që gjendet po në ato grila, në ato dhoma të burgut Lipjanit, pikrisht ajo e cila na ka torturuar në kohën e luftës në Kosovë. Qëndrimi juaj dhe deklaratat e juaja ditë në seancën gjyqësore janë përshëndet më të madhe prej shumë personazheve, qoftë publike, qoftë nga institucionet. Çu ka bë mundi ky vlerësim, të themi ashtu, jo vetëm për ty, por edhe për pjesët e tjerë që ishin prezente aty? Nuk e di, nuk kam punu gjatë pas luftës një periudhë shumë gjatë në media dhe e kam si shprehime e kryo obligimin tim edhe mos me u marr shumë me opinionet e njerëzve, tu e ditë tash e kemi një popullat frustruar edhe brezi i pas luftës ose këta që kanë lind nga 2007 e këndej munden mos me qenë të interesum për atë pjesë edhe ka një herë komente, mirë po për fat të mirë, gjitha kanë qenë me nota pozitive, me vlerësime të larta, i falenderoj gjithë ata që duar trokasin ato çfarë ne kemi bërë në atë kohë që nuk e kemi bërë për lavd edhe për heroizëm, mirë po kemi pas obligim për vendin ton, dikujt i bie barra më shumë, dikujt i bie më pak. Ndoshta ne jemi ato që pak kemi bërë krahasuar me dëshmorët e invalidët e luftës, mirë po edhe ajo nuk ka qenë e lehtë në atë kohë, e sidomos në një shoqëri ku femra shihej me një lloj syri tjetër.
A Johona ndoshta për krejt ata që nuk e din sa ka qenë periudha që ti ke qëndru në qendrën korrektuese në Lipjan, edhe tash pasi që vetë se ka filluar dhe procesi gjyqësor, mund të themi lirisht se është një lloj fitore e drejtësisë. Çka pret në fund ti prej këtij procesi? Thash edhe më herët nuk isha e vetmja, ishim në Prizren 3 edhe 2 miket e mia, shoqet e mia, Eleonora dhe Beharja, të cilat i me arrestu me 23 majt vitit 1998 në zyret e Unionit Studentëve të Prizrenit. Jemi dënu 2 vite, edhe atë duhej t'i mbanim në paraburgim edhe jo si të burgosura të dënuara. Jemi liru me 13 nëntor 1998 pas 6 muajsh me intervenimin e Amnesty International, cilët i falenderojmë, por vetë arrestimi një gardianeje dë bën mundi pak më mirë. Momentin që na kanë rap pas 26 vitesh, vetë dhënia deklaratës tonë ishte një gëzim, një not fitoreje, sepse i ra pas dikush kësaj, sepse menduam që u harru, nuk do të merrej kush me rastet tona, janë të shumta për fat të keq në Kosovë. I kuptoj edhe institucionet tona, sepse kado që sillemi ne kemi plagë të luftës, dhe ndoshta secila duhet vinte në pa, po jo të mos harrohej. Dhe kjo për neve është fitore, desha apo s'desha, do ta marr apo s'do ta marr dënimin cilin kemi qef ne. Mirë po, ta shohësh me pranga në duar, është një lloj, nuk po them se s'jam natyrë hakmarrse, mirë po duhet ta përjetoj secili atë çfarë ka mbjell, i ka shkaktu tjetrit, edhe ndoshta do t'jetë një lloj mesazhi i të tjerëve që jo me do e mos duhet të ushtrosh presion t'till, dhunë të till, gjëra çnjerëzore, karshi vajzave të reja, grave, kur gra ishin edhe vetëm se flasim një gjuhë ndryshe, edhe të gjitha ajo shizofrenie karshi të burgosurave, kështu që unë me këtë moment kur veç ka fillu gjykimin ndaj saj, vetë arrestimi më ka bo me undi më mirë, sepse duhet t'i tregojmë të tjerëve që nuk duhet ta keq përdorim pozitën të cilën e kemi pa marrë parasysh çfarë sistemesh mund të ketë në situata të tilla konflikteve mes vendeve. E përmenda që publiku ndoshta më shumë të njeh përmes kësaj betejë ligjore që tashmë edhe keni nisë, po të kthehemi pak në përditshmërinë e Johonës për krejt ata që ndoshta kanë interes me të njohur më shumë. Kush është Johona në përditshmëri, çka bën, cilat janë pasionet e tua, e përmende që punon me media, mundesh më na ndo pak më shumë detaje? Mediat e kam pas në dëshirë, në pasion që para arrestimit. Faktikisht që në atë kohë, 97-98, edhe organizonim protesta, edhe botonim revistën Unionit Studentëve. Pastaj kam qenë studente e gjuhë dhe letërsi, ndoshta deri vonë gazetarët kanë dalë po nga këto katedrat gjuhës të letërsisë, s'ka pas me shkollim enkas për media, për gazetari. Kështu që daljen në publike kam pas ndoshta që fëmijë në për programe këto, dhe e kam edhe sot e kësaj dite ndër profesionet që ja adhuroj më shumti, sepse ka adrenalin ma tepër, edhe i përshtatet shumë natyrës time. Përndryshe, kam fillu studimet gjuhë dhe letërsi në shkollën e lartë pedagogjike në Prizren, Gjevdet Doda në Prizren. Nga aty jemi Burgos, pas lirimit gjitha objektet shkollore ishin të mbyllura sikur që i lam, ishte i pamundur vijimi, mirë po dhe ne ishim në gjendjen ndoshta jo shumë të mirë psikologjike që ta merrnin veten me njëherë në ato rrethana kur u përshkallëzu lufta edhe më tepër. Pastaj na dëbuan nga shtëpitë tona, u rikthyem, hyra në korrik të vitin 1999 me njëherë pas luftës në Radio Prizren, aty punova deri në vitin 2004, pastaj kalova në televizionin Opinion, televizion lokal, po kishte shtrirje shumë të madhe shikueshmërisë,
Edhe aty kam kalu jashtëzakonisht shumë mirë. Televizioni një natyrë tjetër prej radios. Kam qenë korrespondente në Radio Rilindje në Prishtinë. Një gazetë lokale ka qenë kuadër me Kforin, Diapazon quhej, gazetë lokale në atë kohë, por dikur e përfundoi veprimtarinë e saj, kështu që edhe sot, kësaj dite ko pas kohe, ndoj kolumne ose diçka, mundohem që të shkruaj dhe të publikoj në gazetën e Prizrenit, portal në Prizren, kështu që vazhdova pastaj rikualifikimin e fakultetit, në fakultetin e edukimit me qendër në Prizren, por që ishte me bazë në Prishtinë. Nga aty një pushim i shkurtër ishte formimi i familjes, ku i kam 2 vajza sot. Merr kohë sepse femra ka këtë s'muj me thonë sakrificë, është knatësi, bëhesh nënë t'i rrisësh fëmijët. Duke mos anashkaluar as punën, ndihmë shumë të madhe kam pas nënën time, e cila lirisht mund të them që është nëna që i rriti ato. Pastaj vazhdova master të gjuhës në Prishtinë, fakultetin e filologjisë, dhe pas një vitit masterit përsëri desha ta vazhdoj doktoraturën, të cilën veç e kam dorëzu si draft dhe pres që ta marr dritën jeshile nga mentori im dhe të vazhdoj me procedurat e mbrojtjes. Ka pas sfida në rrugtim, ka pas pauza për cilat herë ishin gjendja ekonomike, sepse isha bie një arsimtari i cili i gjuhës që nuk paguhej për 10 vite radhazi, kështu që gjitha ato vujtje janë kthyer në triumftimin, por edhe në forcë timën, pa u lëkun digniteti im dhe pa u zhgënyer asnjëherë nga dëshira ose me heq dorë nga dëshira për arsimim, sidomos të femrës. Johona, na shpesh si shoqëri jemi që ndoshta fatkeqësisht ta themi ashtu që paragjykojmë shumë. Prej kohës kur je liru nga burgu, ndoshta ke kalu ta themi një lloj burgu shoqëror në thojza, sa ke mujt me ja dalë ose sa ka qenë e vështirë për ty me u përballë ndoshta me paragjykimet që ke pas nga rrethi shoqëror? Dëgjoj, nuk muj me anashkalu pa e përmend faktin që unë jam vajzë vetme në familje, i kam edhe 2 vëllezër, faktikisht i kam pas, njëri ka ndru jetë para një viti. Jam vajzë e rritur më tepër me kontaktin me babain. Edhe shpesh herë potencoj, dhe sot nxënësve të mi ju them që pa dosht me anashkalu rolin nënës, është rolin nënës, se cili e dim çka mund të bëj, mirë po lu një rol t'jashtëzakonshëm kur vajza është e lidhur me babain, ndoshta dhe rrethuar prej gjinisë mashkullore, i ka marrë tiparet e tyre, por nuk mund të anashkaloj sepse komplet guximin edhe qëndrueshmërinë, dignitetin, karakterin e fortë nëse shpërfaqet si i tillë para opinionit, e kam gati gjenetike edhe nga nëna, e kam pas përkrajen e familjes, dua të them, dhe ndoshta nuk kam mendu në atë kohë për paragjykimet çfarë do të jenë në drejtim timin, madje edhe nuk kam vujt në atë pjesë, por dua ta theksoj, nuk di jam ka ra tjetër herë ta them apo është hera parë që e them, ka psu një lloj ndryshimi shoqënia jonë kosovare, shqiptare, në periudhën luftë e këndej. Nuk e di, unë nuk jam sociologe, por duke punu në media pak a shumë e luajm rolin e secilës gjë, psikologe, sociologe, gjithçka. Po më duket që përjetimi i luftës nga secili në lëkurën e tij ka bërë që të ndroj mendimin, mendësia e popullatës tonë, që të mos e shoh më femrën si të tillë. Unë mund të them me bindje shumë të plot që as unë, as 2 miket e mia, 2 shoqet e mia nuk e kemi përjetuar një gjatë tillë, kur e dim që gjeneratat e 81-shës, 79-ës i kanë përjetuar gjanat e tilla, ose duhej të martoheshin vetëm me ishtë burgosurit të cilët e dinin se si ishte jeta aty dhe nuk i kishin këto peripeti. Mirë po tek
ne ndryshoj çdo gjë, të paktën unë nuk e kam përjetuar një gjatë tillë, jemi mirë prit, jemi duar trokit, ka qenë një rrezik shumë i madh me ardhe dhe me na taku në kohën kur jemi liru. Mirë po, ka pas njerëz mos me thonë me radhë duke prit me hy me taku qoftë edhe një minutë vetëm dhe me të përgëzu për ato që ka ke bo për vendin, ku na si treja mendonim që nuk është një diçka shumë e madhe, sepse falë që secili popull ka rinin edhe rinia i bën këto gjona kaq të mira dhe kaq me domethënie për vendin. Kështu që nga ajo kohë nuk di tash s'kam bë matje për me pa ku jemi me mendsin, mirë po me të vërtet është zhduk ajo që me mendu shqiptari kur e sheje honën duhet me thonë au heroin, por në anën tjetër në shtëpi nuk e du për djalin, domethënë kjo nuk ka ndodhur. Unë i bëj si për koincidencë sot 24 vite martesë. Është nuk e kam has as tek familja bashortit, as tek bashorti, përkundrazi janë di shumë krenar në momentin kur kanë prezantu para tjerëve se kush është nusja atyne. Po, kështu që nuk e kam has një lloj paragjykimi të tillë të mendësisë shoqënisë tonë. Gjë shumë e mirë me dëgju këto prej një gruaje që ka përballu tepër shumë sfida. Gjatë këtij rrugtimi a ke pas një moment kur ti e ndje shumë krenare me veten edhe ndoshta i ke thonë vetës kësaj here ja dola edhe s'ka mo gjë që më dal në rrugtimin tim. Kjo s'ka gjë që më dal, kam pas qoftë edhe kur kam qenë duke luftu me jetë o vdekje. Domethënë natyrën e kam të tillë, nuk dorëzohem lehtë, përkundër që nuk e kam pas jetën e lehtë. Qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin politik, në çdo drejtim. Mirë po, nuk dorëzohem lehtë, domethënë kërkoj shumë nga vetja, jap shumë nga vetja, kërkoj shumë pak nga të tjerët, marr shumë përgjegjësi mbi vete, ndoshta edhe që nuk duhet t'i marr, mirë po na kanë mësuar kështu nëna tona që vajza duhet kështu, nganjëherë i tham që më ke ngarku si shumë, mirë po është mirë se më ka përgatit për jetën edhe nuk është që heq dorë lehtë nga synimi ku e ka. Johona, zëri jot sot nuk e mbron vetëm veten tënde, por ndoshta edhe shumë të tjerë që hezitojnë me tregu ato që kanë përjetu, qoftë ndoshta prej frikës, prej paragjykimeve që përmende, ose prej frikës që ndoshta mos institucionet nuk kanë me trajtu qysh e meritojnë të trajtohet, nëse kishe pas fuqin për me bo një reformë të menjëhershme në sistemin korrektus ose në sistemin e drejtësisë në vendin tonë, cila kish me qenë sipas teje? Në burg apo në institucionet e drejtësisë? Në cilën do, qoftë në institucionet e drejtësisë, qoftë në burgjet, në qendrat korrektuse. Dëgja, unë thash kërkoj shumë për vetës edhe shumë pak prej të tjerëve, mirë po institucionet shtetërore kanë obligim për ato që janë thirrura t'i dalin përballë zot qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë edhe ditë në gjykate thash që nuk kërkoj hakmarrje sepse s'është e natyrës time, unë kërkoj të marr dënimin e merituar dhe të jetë mesazh i secilit prej atyre keqbërësve që një petk të cilin ti e ke veshur në atë kohë nuk të bën më të fortë ose më të fuqishëm karshi pushtetit tënd. Mbi të gjitha duhet të trajtohet në mënyrë njerëzore, qoftë ai që është i burgosur, qoftë tjetri që të bie ty të kesh kontakt me të. Kështu që unë nuk kërkoj asgjë tjetër, po ti përmbahen ligjit, ligji e thot qartë, ligjet Kosova i ka të mrekullueshme, vetëm duhet me ju përmbajt atyre. Nuk duhet tregohet mëshirë për aty ku ki argumente. Një lloj goditje shumë e madhe a ditë në gjyq më erdhi, pa dashur se roli i avokatit mbrojtës është ky, ta mbroj klientin e vet. Avokatja e palës ishte kërkoi tha le të na sjellin dëshmi të keq trajtimit dhunës që ja u ka bë kjo. Janë 28 vite që kanë kalu. Kur kemi dal nga burgu, asnjëna nuk kemi dal mirë. Qoftë edhe nëse fizikisht kemi menduar që jemi mirë, na psiqikisht kemi pas nevojë për tretman psikologjik.
nuk e kemi ditë se të reja, kemi te kalu, mirë po në anën tjetër dhe nëse e kemi ditë, spitalet, ambulancat e gjithçka ka qenë në duart e pushtuesit. Ku do të lypnim ne trajtim me zgjidhje? Na e shkruanin ata raportin siç i kanë shkruar deklaratat në polici, kur na kanë marrë në bisedë informative, kështu që ajo më dok një lloj tentative dytë për ta shkel dinjitetin tënd. Kërkon diçka që është vetë avokatja ndoshta ka qenë fëmijë 5 vjeçar në kohën kur ne kemi qenë burgosura. Ka njëherë për atë arsye them, referoju ligjit edhe gjithmonë shihe atë që ki përballë dhe konsidero veten që je ti, sepse dhe gardiane, e cila sot është prapa grilave, ajo ka menduar që është ajo në nivelin superlativ të fortë dhe ka drejt gjithçka mbi ne, po ka ndrru situata dhe ndron situata sepse çdo gjë që bëjmë do të na kthehet. Karma ekziston, kështu që herët ose vonë kthehet. Ka më të kthysh ajo që bën. Unë veç kërkoj si prokurori kishte shumë rregull aktakuzën e tij, mirë po edhe gjykatësit. Mos të likshtohen para një personi i cili nuk është i vetëm, janë edhe 5-6 të tjera që kanë ushtruar dhunë e presion e gjana më njerëzore të mundshme në burg, të cilën prap po them duke kujtu sa herë kam një siklet shumë të madhe, kujtoj ku kam qenë dhe anashkaloj shumë lehtë për t'u kapur për jetën. Deri këtu e kemi sjell në këtë farë forme. E përmendë që keni ndoshta fizikisht keni qenë okay, po psikikisht keni qenë të lënduara. Jo, e thash fizikisht edhe sikurse që ka qenë e kundërta ka qenë, faktikisht se me dal pi burgut në atë kohë ka qenë edhe kafshën me pas qenë në bord, aty se kanë lshu normal e jo njeriun. Kur i kujton këto andjen, ndoshta sa e ki vështirë pastaj me te kalu, me bo një hap tutje, e përmende që në rastet kur të ndodh diçka e kujton ku ke qenë dhe mas ndej vazhdon përpara. A ke ende të themi ashtu plagë që ndoshta në një moment caktuar i përjeton shumë rënd? Dgjoj, njeriu nuk e din edhe çka a ka mua apo jo. Momentet kur të vije diçka në jetë, të shpalohen ato, se janë diku trujtu në një cep trurit. Nështë të qenë shumë të vendosuna për ato që kemi bo, unë muj me thonë që nështë dhe kemi përvalu shumë lehtë në këtë mënyrë edhe burgun. Mirë po, nga njëherë pas lufta, nështë ajo ideali ynë ka menduat Kosovën e pas luftës ndryshe dhe disa gjana ka ndodhë zhgënjyse në vendin tonë, raport me kategoritë e tilla, unë muj me thonë është as s'kom bo shumë, po pse s'kan bo shumë të tjerë sa unë, edhe ky vend as nuk kërkoj privilegje, thjesht veç kërkoj drejtësi edhe aty ku ti je prirë për të dhënë, dhe me thonë mos të dalin gjanat e tilla përpara dhe mos dalin barikada. Ka zhgënjimet pas luftës shumë, mirë po Kosova është mbi të gjitha. Edhe nuk ja jap atë kënaqësi as kujt që të merrem unë me zhgënjimin e tyre. Ju kam rrejk arsimimit, ndoshta ka qenë faza më e mira që unë kam marrë në jetë sa do me ato ndalesat e vazhdimet, mirë po më ka ndihmu shumë që edhe këtë drejtim ta te kaloj ta shoh botën të tillë si është, me të mirat, me të këqijat, me zhgënjimet e tjerë, sepse e kam prioritet vendin edhe sot e kësaj dite. Po, secili prej nesh në një mënyrë apo tjetrën lëm gjumë në shoqëri, qoftë për mirë, qoftë për keq, qoftë për veprat tona, qoftë për mos veprat e tona, në fund të ditës qysh kishe dashti njerëzit kur të kujtojnë një honën, me mbajt mend, me të mbajt në bend si një grua e fortë që i ka përballu një dhimbje edhe një plagë tepër të madh, apo një grua që gjitha dhimbje ka kthy në forcë edhe në guxim për të ecë përpara. Këtë që ka na mbetet në këtë jetë është shëmbulltyra, ajo që kemi lënë pas. Në shumë tregime të cilat i spjegojmë del, ka qenë një tek nxënësit, ndoshta s'po e marr shumë kohë, kur një plak i ditur me një banor të asaj pjesë dhe i thot kur kalon Kavarrezat,
kretë këta që kanë vdek, a kanë bet në gjallë apo jo, dhe nëzonë si të reagun, në bareza po pyta ka met dikush gjallë. Edhe kur ja sqarova, thash, ajo që mbetet gjallë dhe kur të vdesim, janë vepra tona të cilat i kemi bë, e sidomos të mirat, po dhe të këqijat i kujton populli ynë shumë i manë mendu. Kështu na kanë eduku prind tonë që të mos gjunjëzohemi, të mos bim prej turbulencave të ndryshme, të lëshimeve të momentit që na kushtojnë gjithë jetën, këtë mundohna ta mbaj edhe sot dhe kësaj dite, t'ja u barti edhe fëmijëve të mi, edhe nxënësve të cilëve ju ligjeroj, që mbi të gjithat jemi karakter i fortë, i adhurueshëm para të tjerëve. Mundësit janë ato që sa mundet njeriu me bë, sepse gjithherë kam thonë që frigacak ose trim lindish edhe nuk bëhesh brenda jetës. Ato janë edhe gjenetike, kështu që ajo që kam ka majt mu që nga hyrja në burge, dalja dhe sot e kësaj dite është që vizita e pare në nënës time kur ka ardhur me vizitu, ai qëndrimi i saj me syt e pëlhurës po lot që nuk dilnin, ishte që fjala e parë merret pi personit që e di që kur është në prezencë të asaj kur jam, mu nuk më ndodh kur gjë e keqe, se e heq që rrezikun, po. Tha përgatitu se s'ki me dal kur. Dere vogël, tha, e madhe për ty, dere vogël për të dal, edhe me kaq e përfundoj atë që në atë moment më duk që i gjithë burgu ra mbi mua. Por që për ato 6 muaj edhe për atë ditë dënimit, kur e kemi marrë 2 vite, unë e kam përballu shumë lehtë çdo vendim që ka ardhur, çdo torturë, sepse më përgatiti ajo frazë e saj që është më keq se sa kjo që është të ndodhë dhe është mrekulli nëse do të dalim gjallë. Domethënë gjithë i kujtoj, gjithmonë i kujtoj ato momentet e dhimbjes, mirë po që e falenderoja një herë mu ka duk tepër traumatike që qysh po ma thot kjo nana, sepse është karakter shumë i fortë dhe nuk prita që do të ma thot ato. Kështu që ajo më ka muajt gjatë gjithë kohës, u përgatita për më të keqen, e ajo më e keqja e madhe që ishte prezent në çdo pore tonën të jetës në atë kohë, u bë forca ime ma madhe për ta te kalu. Johona, për fund, cili kish me qenë ndoshta mesazhet për krejt gratë, po edhe për krejt ata që e ndjekin këtë podcast, cili kish me qenë mesazhet për ta, ndoshta që në një formë ose tjetrën ka përjetu diçka të ngjashme, qoftë gjatë periudhës së luftës, qoftë gjatë jetës, pavarësisht sfidave që kanë. Unë nuk e quj vetën feministe, po jam shumë përkrase e femrave, duke di që shoqëria jonë paka shumë gjithmonë ka investu tek gjinia mashkullore, ndoshta pa dëshirën e tyre rrethonat ishin kësaj, i apeloj gjitha femrave, nga ato që sa kanë lindur kur e dëgjojnë këtë intervistë kurdo që janë, vetëm t'i drejtohen shkollimit, arsimimit, të pakufishëm sa ta kanë jetën, sepse është ndihmesa e madhe e tyre, i hap në botkuptimet e tyre, i hap në rrugët drejt zhvillimit jetës, i përgatit më tepër për jetën dhe shohin botën më realisht gjitha ato që arsimohen shumë. Dhe të mos bëhen peng e vujtjeve të veta, ato le të shndrohen forcë të jetës së tyre dhe të vazhdojnë jetën, tjetë çdo vujtje e tyre një lloj piknisje e rimëkëmbjes së tyre. Johona, të falenderoj shumë për kohën, për guximin edhe për këtë rrëfimin tënd. Besoj që publiku sot e njohui edhe një anë tjetër tëndën, edhe dëshiroj shumë suksese në rrugtimin e doktoraturës dhe në punët e tua të përditshme. Faleminderit, ju falenderoj shumë për hapësirën që ma keni dhënë. Uroj që tjetër herë shihemi për ngjarje më alegria, edhe jo gjithmonë tek vujtjet. Mirë po, ju falenderoj shumë për hapësirën që ma keni dhënë. Shikues të dashur, ne këtu e përmbyllim këtë epizod të rrugtimit e ne shihemi episodin e ardhshëm. Deri atëherë, mirëmbëjtje dhe shëndet.